Në datat 10 dhe 11 dhjetor, Kuçova u zhyt në atmosferën e ngrohtë të artit filmik përmes 2 netëve speciale të dedikuara kinemas europiane në ambientet e rinovuara të kinemas Kadri Roshi. Në një dhjetor të ftohtë, qyteti i naftëtarëve gjeti ngrohtësinë tek filmi, ku historia, muzika dhe emocioni u bashkuan në një udhëtim artistik përmes ekranit të madh. Kjo nismë mbështetur nga ambasada spanjolle dhe bashkia Kuçov, në kujdesin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, u kthye në një dhuratë fundviti për qytetarët. Filmat e vjetër dhe të vlerësuar europian sollën nostalgji, reflektim dhe argëtim për të gjithë të pranishmit. Qytetarë të moshave të ndryshme, punonjës institucionesh dhe të rinj, mbushën sallën moderne të kinemas, duke i dhënë jetë kulturës lokale. Ky aktivitet është vetëm fillimi i një kalendari festiv që bashkia Kuçov ka përgatitur për fundvitin, duke i dhënë qytetit ngjyra, gëzim dhe një dimension tjetër artistik. Kinemaja po bëhet sërish qendra e bashkimit dhe emocioneve në zemër të qytetit.